Rudi Vata gjithnjë e më pranë vllaznis, ish futbollisti dhe kapiteni i ekipit ton përfaqësues me shumë mundësi, do të jetë timonieri i ri shkodranëve pas shkarkimit të trajnerit Mirel Ljosa. Drejtuesit e klubit kanë vjuar bisedimet me Rudi Vatën dhe tashmë presin që ky i fundit të vendosë nëse do të marrë apo jo drejtimin e skuadrës. Parimisht gjithçka duket drejt një arritje të marrëveshjes mes palëve, por ajo që shqetëson Vatën duket se është skuadra. I pranishëm në stadiumin Loro Boriçi, shkodrani kanë ndjekur të mërkurën me imtësi sfidën e kupës që kuqeblut kanë zhvilluar me Bylisin dhe sipas burimeve brenda klubit, mësohet se i ka shprehur mjaft rezerva për gjendjen e disa lojtarëve të cilët nga drejtuesit e klubit konsiderohen edhe si shtyllat e ekipit. Pikërisht ajo që mund të step ish futbollistin e njohur të kombëtares, duket se mund të jetë realizimi i objektivave të vëna nga klubi, ndërkohë që pagesa nuk konsiderohet as pak problem nga të dyja palët. Kandidatura e Vatës, një prej figurave më popullore të futbollit shkodran, është mirëpritur nga opinioni sportiv i qytetit verior. Kjo pasi sportdashësit kuqeblu prej kohësh kanë kërkuar që ekipi t'i besohet një trajneri shkodran.